Shikues të nderuar, përshëndetje, në vazhdim do t'japim lajmet e orës 15. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të ndodhë pa përmbushjen e obligimeve nga ana e Beogradit, ka thënë kryeministri në detyrë Albin Kurti pas deklaratave të presidentit amerikan Trump. Dorëzimi i terroristit Milan Radojčić tek autoritetet e Kosovës. Kurti tha se është hapi i parë që duhet ndërmarrë Serbia. Ai foli edhe për bojkotimin e votimit nga deputetët që marrin pjesë në vazhdimin e seancës për konstituimin e kuvendit. Ne kemi një marrëveshje bazike me Serbinë, e cila po shkelet nga Serbia, dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona është e domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton, Milan Radojčićin, kryekriminalin i cili na e vrau rrështerin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit, e njëkohësisht edhe të tërheqin atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministri Brnabić pa të thënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës. Unë çdo herë shkoj aty që ta konstituojmë kuvendin, ata që vinë, por bojkotojnë duke mos votuar, nuk e di pse vinë. Për bindjen time, ardhja në vazhdimin e seancës dhe bojkotimi i votimit, politikisht është sjellje e papërgjegjshme, juridikisht është shkelje e kushtetutës, andaj u bëj thirrje edhe një herë deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës që në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe me të drejtat dhe obligimet e tyre të marrin pjesë në votim, dhe me që e provuam votimin e hapur, le ta provojmë edhe votimin e fshehtë, sepse asisoj e parasheh edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014. Deputetja e LDK-s Jehona Lushaku Sadriu i ka reaguar kryeministrit në detyrë Albin Kurti, që tha se deputetët po e shkelin kushtetutën kur s'po votojnë për kryeparlamentar. Ajo ka thënë se Kurti e ka uzurpuar zyrën e kryeministrit pa pasur shumicë parlamentare dhe jashtë çdo norme kushtetuese. Ai e quan mosbindjen e deputetëve ndaj vullnetit të tij personal shkelje të kushtetutës. Kjo është logjika e një njeriu që e sheh veten mbi ligjin dhe mbi kushtetutën. Vetëm gjatë mandatit të kaluar, Albin Kurti dhe qeveria e tij kanë shkelur kushtetutën në të paktën 10 herë. Nuk ka kushte më të rënda për demokracinë se kur një kryeministër në detyrë e përdor kushtetutën si vegël pushteti, ka shkruar Lushaku. Analisti politik Armnor Sadiku tha se është e vështirë të ketë një marrëveshje të paqes midis Kosovës dhe Serbisë në këtë kohë kur Kosova është pa institucione të reja. Qeveria dhe kuvendi, sipas tij, deklarata e presidentit të SBA-s Donald Trump se do të ketë një agjendë zgjidhje. Presidenti i SBA-s Donald Trump, duke përmendur mundësinë e zgjidhjes së konfliktit midis Izraelit dhe Iranit përmes një marrëveshje të paqes, ka përmendur edhe mundësinë e zgjidhjes së konfliktit midis Kosovës dhe Serbisë. Po, vetë dëmonë përmendja faktit që Kosova faktikisht dhe Serbia janë në një mosmarrëveshje akoma, dhe natyrisht me parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërhyrë, le të themi, që të ketë një shtensionim situatës dhe të krijohet ajo marrëveshja Washingtonit që ishte në kohën e presidentit Trump, në kupton që sërish gjitha këto konflikte që po ndodhin në botë, Kosova ndonë se nuk e ka si më hanë në epicentrin më të madhe, mund të jetë një prej opsioneve të ardhshme që në agjendën e presidentit Trump të njihet si një prej sukseseve në politikën e jashtme, që kjo mosmarrëveshje të ketë domosdoshmë një zgjidhje, le të themi, nëse nuk do të jetë afazgjatë të paktën në periudha fatmesme. Ka gjasa të ketë një zgjidhje nëpërmjet dialogut në këtë fazë kur Kosova nuk ka institucione të konsoliduara? Absolutisht, ja mendoj që Kosova aktualisht është duke ndërruar për shkak të një krize institucionale dhe politike, dhe natyrisht që deri në krijimin e një qeverie të re që bëra nga legitimiteti qytetar i zgjedhjeve të fundit me nënshkurt, shkurt, apo do të kemi zgjedhje të reja parlamentare, dyshoj shumë se mund të ketë ndonjë progres në kuptimin e zgjidhjes së këtij problemi dhe negocimit real me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbinë si palë në mosmarrëveshje, për faktin se
Mon aktualisht kjo qeveri, vetëm atë detyra që mund t'i kry janë ato detyra që janë me një urgjencë të lartë dhe natyrisht për të zhbllokuar ndonjë proces financiar që mund ndodhet vendi, për qitur pagat për punonjësit publik, po jo diçka më tepër për të merr me vendimarrjen politike për faktin që nuk e ka as më legitimitetin qytetar të zgjedhjeve të fundit. Apo humbë Kosova në arenën ndërkombëtare duke zvarrit në konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë në aspektin diplomatik, sidomos këto sinjale të presidentit Trump? Absolutisht po, sepse Kosova nuk e ka luksin që le të themi të pret jo më shumë se kaq, po menjëherë është dashur domon të zgjedhjet e mbajtur me 9 shkurt. Menjëherë pas një muaji Kosova është dashur të krejë institucionet e saj për faktin që ne nuk e kemi luksin sepse jemi mbrapa jo vetëm në vendet e rajonit që janë, shto kësaj që kemi një shtetësi të pakonsoliduar në aspektin ndërkombëtar, nuk kupton që qeveria është dashur të bëhet dje e jo sot apo nesër. Dhe ky fakt do të ishte mjaftueshëm për politikanët e Kosovës që vinë deri te një ide sa më shpejt dhe në rast se kjo do të ishte si ide e mirë për të arritur të krijuar institucion do të ishte pozitive, por në rast se kjo nuk do të ndodhte, atëherë do duhet merrshëm vesh për zgjedhjet e reja që të mbahen sa më shpejt parlamentare në mënyrë që të zhbllokohet kjo situatë e vakumit politik që nuk i konvenon askujt, duke pas parasysh jo vetëm mon gjendjen politike ndërkombëtare që kemi lufta të ndryshme qoftë në Rusi, qoftë në Iran dhe Izrael, pastaj edhe shto mosmarrveshjet që ne kemi me Serbinë e bëjnë të pafavorshëm Kosovën që të jetë pa institucione për një kohë kaq të gjatë. Ushtaraku në pension Hysen Gecaj duke komentuar deklaratën e presidentit të SBA-s Donald Trump, i cili përmendi ndërmjetësimin e tij në raportin mes Kosovës dhe Serbisë si shembull për parandalimin e konflikteve, ka se këto deklarata flasin për fokusin që SBA-t kanë në Ballkan. Gecaj tha se diplomacia në Kosovë duhet di si cilët me administratën Trump në mënyrë që Kosova të përfitoj nga marrëveshja të cilën Trumpi e paralajmëroi mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo deklaratë është një tregues që SBA-ja nuk e ka humbë fokusin nga Ballkani në përgjithësi, jo vetëm nga Kosova, por Kosova është një rast më i veçantë, më specifik, prandaj edhe është përmend nga presidenti Trump, i cili edhe në mandatin e parë kishte filluar këtë proces të parafrimit të Serbisë dhe Kosovës dhe të qetësimit të gjendjes në rajon. Dhe natyrisht që shpesh herë në analizat të ndryshme dhe në kualoare të ndryshme flitet për atë që kur ka probleme të mëdha ndërkombëtare tjera si luftat që po ndodhin në Ukrainë, po tani edhe në Iran dhe Izrael, e shpërqendrojnë vëmendjen nga Ballkani, por kjo nuk është një e vërtetë për shkak se Ballkani është një pikë tepër e ndjeshme për sa i përket lindjes dhe perëndimit në këtë rast të Rusisë dhe SBA-s dhe Evropës. Prandaj edhe deklarata e zotit Trump shkon në këtë drejtim dhe tërheq vëmendjen që Ballkani është në fokus të agjendave të tija politike. Kjo her pas herë mund të jetë një fokusim më aktiv dhe ndonjëherë më pak aktiv varësisht për ngjarjet që ndodhin në terren, por është më rëndësi që vëmendja është e përqendruar edhe në Ballkan. Është e përqendruar për faktin që gjithmonë krizat të këtilla çfarë janë këto, sado që në shqim të vogël duken në shqim parë duken të vogla, në fakt nuk janë aq të vogla, janë krizat të cilat mund të rriten më pastaj në krizat të mëdha dhe shtetet serioze, institucionet serioze nuk lënë hapësira të tilla që eventualisht mund vite deri te një moment i tillë. Ministri i Jashtëm Igli Hasani ka mbajtur fjalën e hapjes në ministerialin e procesit bashkëpunimit në Evropën Juglindore në Tiranë, nga ku rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për integrimin evropian. Para 13 kryetarëve të shteteve anëtare, ministri vuri theksin te bashkëpunimi mes vendeve, duke cilësuar si themelor për integrimin e rajonit në Ballkanin evropian, bashkimin evropian. Ai shtoi se me çeljen e 4 grupeve të kapitujve negociues, Shqipëria është në rrugën e duhur për çeljen e negociatave brenda 2027 dhe integrimin e plotë brenda kësaj dekade.
Mbledhemi bashk në kohra transformimesh të thella për rajonin ton, një kohë shenjuar nga sfida konstante e mundësi të mirëfillta. Është përshpejtimi i integrimit ekonomik dhe hapat drejt rrugtimit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Në fakt, ky mbetet një platformë e një hapësirë politike ku gjithë pjesëmarrësit kanë një zë të barabartë dhe ku vizioni ynë politik për rajonin merr formë. Në fakt, gjatë viteve të fundit, bashkëpunimi ynë është bërë më kuptim plot, më strategjik dhe më i harmonizuar me politikat e BE-s përfshi planin ekonomik dhe të investimeve, agjendën e gjelbër për Ballkanin Perëndimor si dhe planin e rritjes së BE-s. Është e qartë për të gjithë ne se bashkëpunimi rajonal nuk është zëvendësues për antarësimin në BE, por një hap i nevojshëm për plotësues në drejtim të tij kur krijojmë mundësi për tregtim, ku thjeshtojmë lëvizshmërinë për qytetarët tanë, kur investojmë në energji, në ndërlidhje e në komunikim, jo vetëm që përgatitemi për BE-n, por mësojmë jetë më të mirë sot. Shqipëria ka qenë një antare e përkushtuar e këtij procesi. Kemi mbështetur plotësisht zhvillimin e tregut përbashkët rajonal si një instrument strategjik për të rritur konkurrueshmërinë, për të tërhequr investimet e për të sjellë ekonomitë tona më afër tregut përbashkët evropian. Jemi veçanërisht krenar për arritjet konkrete si marrëveshja për roaming rajonale, për uljen e tarifave roaming me BE-n, korsitë e gjelbra e blu dhe po kështu edhe 5 marrëveshje të lëvizshmërisë që janë nënshkruar së fundi në kuadër të procesit të Berlinit. Këto hapa kanë rëndësi sepse sjellin BE-n më pranë qytetarëve tanë dhe e bëjnë rajonin më tërheqës, më të parashikueshëm e më stabil. Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar në rrugtimin e vet transformues. Agjenda jonë reformave nxitet nga angazhimi i thellë ndaj demokracisë, shtetit të së drejtë, drejtat e njeriu dhe gjithashtu zhvillimi i gjithëpërfshirës dhe besojmë që zgjerimi i BE-s nuk është vetëm proces politik, por është një investim strategjik në stabilitet dhe paqe për të gjithë Europën. Me çeljen e grup kapitujve negociues, 4 prej tyre deri më tani po punojmë për një tjetër, Shqipëria është në rrugën e duhur dhe angazhuar plotësisht për të çuar përpara procesin ton të antarësimit. Synimi ynë është ambicioz, por unë mendoj edhe i arritshëm për të çelur të gjithë grup kapitujt deri në fund të këtij viti dhe të përmbyllim negociata deri në 2027. Po punojmë me vendosmëri për ta bërë Shqipërinë gati për antarësimin e plot në BE përpara fundit të kësaj dekade. Dhe ky nuk është vetëm objektiv kombëtar, është rajonal. Suksesi i fqinjve tanë është suksesi ynë, po kështu siç edhe sprapsjet tona prekin edhe rajonin. Kjo është arsyeja pse organizata të tilla kanë rëndësi e jap se bashkëpunimi ynë ka vlerë. Sepse në të njëjtën kohë ne jemi thellësisht të shqetësuar nga tensionet e përshkallëzuara në linjat e mesme, sidomos përballjet e fundit midis Izraelit dhe Iranit, që paraqesin një rrezik serioz për stabilitetin më të gjerë rajonal me pasoja globale. Prokuroria themelore në Pej ka ngritur akt akuzë kundër 5 personave zyrtar për keq përdorim të pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar, konflikt i interesit, legalizim i përmbajtjes rreme dhe deklarim i rrem në nënbetim. Sipas akt akuzës të pandehurit nga viti 2020 deri në fund të vitit 2022, duke vepruar si bashkryes me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete dhe persona tjerë, te i kalojnë autorizimet e tyre zyrtare. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së akt akuzës i ka propozuar gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprat penale të cilat ju vihen në barë. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë është marrë vendim për vazhdimin e paraburgimit edhe për 2 muajt tjerë ndaj Hashim Thaçit në rastin ku bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakub Krasniqin akuzohen për krime lufte. Vendimi është marrë nga kryetari i trupit gjykues Charles Smith. Prokuroria kishte pretenduar se Thaçi vazhdon të paraqes rrezik për aratisje pasi ai është në dieni për akuzat serioze të konfirmuara ndaj tij. Në gjykatën themelore në Prishtinë u mbajt seanca fillestare ndaj 53 akuzuarve në mungesë për rastin e masakrës së Mejës dhe në fshatrat e tjerë të rajonit të Gjakovës. Kjo masakër ndodhi në prill të vitit 1999 ku u vran 370 shqiptarë të Kosovës, trupat e të cilëve u gjetën më pas në 8 varreza masive në Batajnisë të Serbisë. Akt akuza përfshin 53 persona, ndër cilët i dyshuari kryesor është Momir Stojanović, ish shefi
i Departamentit për Siguri në komandën e Korpusit të Prishtinës, i cili ka qenë edhe drejtor i Agjencisë Ushtarake dhe të Sigurisë Serbisë. Akt akuza u lexua nga prokurori Ilir Morina, ndërka gjykatësja Violeta Namani Hajraj njoftoi se të akuzuarit mund të bëjnë kundërshtimin e provave dhe kërkesën për hedhje të akt akuzës. Akuza paraqitet në këtë gjykatë pasi që të panderit janë të pa arritshëm për organet e ndjekjes dhe me këtë rast janë shtrirur të gjitha përpjekjet procedurale të parapar. Në rastin konkret, prokurori i shtetit i ka shtjerur të gjitha këto mundësi procedurale ligjore për sigurimin e prezencës së të panderit. Që të marrin pjesë në seancën fillestare, bashkëryrje kanë kryer veprën penale, krime lufte kundër popullsisë civile e sankcionu. Gjykata konstaton se në këtë seancë nuk janë prezent asnjëri nga të akuzuarit e lartcekur dhe nuk kemi asnjë informacion nga ndonjë persona apo policë për vendodhje apo persona apo nga policia për vendodhjen e këtyre të pandehurve. Panderit u mblodhen për një takim të fshet në një shtëpi private në Gjakov, ku morën pjesë edhe udhëheqësit e formacioneve ushtarake, policore dhe të sigurimit shtetëror të ish Jugosllavisë, Momir Stojanović, Nikola Miqunović, Sreten Çamović, Milovan Kovačević dhe Sergej Perović, me pretekstin e pastrimit të teritorit nga forcat e UÇK-s. Forca serbe i ndajnë burrat nga gratë dhe fëmijët, këtë të fundit nën kërcënimin e armëve i urdhërojnë që të largohen në drejtim të Shqipërisë, kurse burrat i ekzekutojnë në mënyrë të barabartë në vende të ndryshme. Gavrilo Miloslavljević, i akuzuar për masakrën e Dubravës, është liruar nga akuza për krime lufte. Gjyqtari Veseli Smajli shpalli këtë gjykim të akuzuarit Gavrilo Miloslavljević për shkak të veprës krimit luftës ndaj popullsisë civile, i ndërprehet masa e paraburgimit dhe i njëjti lëshohet menjëherë në liri. Kemi arritur në përfundim se në këtë çështje penale nuk janë provuar faktet konkrete, edhe dëshmitarët nuk kanë vërtetuar sakt dhe bindshëm që të akuzuarin e kanë parë në vend të ngjarjes të uniformuar, të armatosur dhe duke gjuajtur me armë zjarri, tha gjyqtari Ismaili. Nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.